nuk do i gëzojnë do të më qoftë plazhin e Sazanit, qoftë shumë plazhe të bukura shqiptare. Nuk jam dakord. Sepse po vinë, çmimet po rriten në mënyrë të ndjeshme, po ndërtohen vetëm vila dhe edhe projekti është vetëm vila luksoze, që nuk janë për qytetarët shqiptar. Qytetarët shqiptar çdo ditë më tepër këto bukuri që u ka dhuruar natyra, ashtu siç kemi bërë me nën tokën në Bulqiz, ashtu siç kemi bërë me nën tokën në zonën e Patos Marinzës, dhe këto dhe plazhet tashmë do u jepen të huajve, siç u janë dhuruar deri më sot apo disa personave shqiptar pa një historik, dhuruar. Po është partneriteti, është kontratë partneriteti, ne nuk e dim se sa përqindje. Po ne nuk e dim, po se në momenti që shteti shqiptar do bëjë infrastrukturë. Pse jo të kemi edhe 33%, siç e kemi tek Alabari. Patjetër asnjëri nuk është kundra, problemi është këtu që duke qenë që shteti shqiptar është, le të themi, e ka klasifikuar si investim strategjik. Nuk po dhurojmë gjë edhe një. Do bëjmë. Po japim sa shkure dhe shkëmbi të e the dhe vetë, me shumë të drejtë. Po edhe një ndër plazhet më të bukura të Shqipërisë. As që diskutohet, po ku shkon atje? Ku shkon atje? Po plot është, çdo ditë, shkojnë anijet çdo ditë. As diskutohet, anijet sa çojnë? Çojnë 50 veta, çojnë 80 veta, çojnë dot më tepër? Jo, sepse s'ka infrastrukturë. Neve po mendojmë tashti që Sazani të bëhet infrastrukturë. Ne po mendojmë, po imagjino pak pozitivisht. Po imagjinojmë, mundon të imagjinoj pozitivisht, po them që po pse ky shteti shqiptar që është kaq dashamirës për shtetin shqiptar, këta politik bërësi tam, po pse nuk e bërën këtë infrastrukturë mbështetëse dhe t'jalini shqiptarëve. Po vjen troket një investitori huaj me 5 vizatime dhe ja falin kompletisht shumë. Po 4 miliard, kush do t'i gjente? Do t'i gjeja unë dhe ti? Po nuk kam për t'i. O Fatos, ti e di shumë mirë, është projekti Durrës Jat Marinës apo projekti Vlora Jat Marinës, i praktikisht këta fillimi shesin, dhe pastaj edhe Vlora Jat Marina është e njëjta situatë, para pak ditësh u firmos kontrata, ndërkohë që janë shitur me 10 apartamente. Domethënë praktikisht investitorët këtu çfarë bëjnë? Janë thjesht menaxher, marrin një pronë shtetërore, e promovojnë. Po nuk është investimi huaj pra. Janë shitur apartamentet e Dubajt përpara vetëm në projekt, kur doli u pa se sa resorti mrekullueshëm mund të krijohej atje, ti e di në formën e gjethes së palmës. Ti e di fare mirë se si u erdhi historia. Po krijua një ishull nga zero aty. Po ama u nuk ndërtojnë ca pallate. Jo, të lutem shumë, u krijua ai ishull, po edhe në Durrës do bëhen ca gjëra të bukura që do të shikosh, vetëm të ki pak durim. Edhe jam me ty që ti kërkoj durim kam se 4 vjet kanë kaluar. Do të harrove që ta përmendit. Në 4 vjet që kanë kaluar kemi durim. Ka të drejtën e vetos. Çfarë është e drejta e vetos? Që nëse ky investues vonon më shumë se sa ç'duhet, i thotë që shiko, unë nuk të bie dakord, ti duhet të rekuperosh kohën e humbur. Dhe unë këtu jam që ta ngrem zërin së bashku. Edhe për Sazanin, le të filloj transparenca, po le t'i lëm pak kohës në kuptimin që të përmbyllen këto negociata, sepse janë negociate, janë bisedime. Ai të thotë, unë të ofroj, ç'të them, 20% ta kesh ti pjesën si shtet, në mënyrë që ti të më marrësh për shtypër shtrimin e tubacioneve të ujit prishëm. Pjesën komplet investimet kryesore, se kur të filloj unë të bëj projektin, të promovoj projektin, unë i shes vilat gati, thot ai pa i ndërtuar dhe lekët i rekuperoj. Unë do të bëj infrastrukturën e brendshme dhe unë do bëj çfarë? Që ta nxjerr Sazanin tonë të mrekullueshëm me 8% qintim të dalin mini Singapore. Ti e di si u bë Singapori. Port i mrekullueshëm u bë qendër eventesh. Të gjitha këto i ka potencialin Singapore për Çoçoli. Shife gotën gjysmë, shishen më fal, se shishe ke përpara. Po të kesh parasysh Fatosin, kështu na tha dhe për fondin e investimeve, për fondin që do rriteshin pensionet fal naftës në e ke parasysh. Pensionet u rritën, edhe pse s'doli nafta. Që do dilte nafta kështu. Pensionet u rritën, 162 milionë euro. Po është shumë optimist në këtë aspekt, sidomos kur flitet për projektet e qeverisë. Po fakti për të konkluduar, asnjëri nuk është kundra investimeve të huaja, asnjëri nuk është kundra, të gjithë jemi të lumtur që do vi një fond kaq i rëndësishëm siç është ky për Sazan. Po pse ishit të palumtur me Alabarin dhe jeni të lumtur? Po Alabari po prish një port 1300 vjeçar, Fatos, normal. Po prishet, po jo më zhvendoset, po pse se ndërton Alabari? Kush e paguan zhvendosim? Kush paguan për spostimin? Po të lutem, po kush paguan për spostimin e portit? Kush po paguan për spostimin? Qeveria shqiptare. Do të thënë qeveria shqiptare thotë që unë të dhuroj tokën, thotë. Unë të spostoj portin. Unë të jap tokën në dhuratë, unë të bëj infrastrukturën mbështetëse, ti ndërto ca pallate. Qytet i mrekullueshëm turistik i Rivierës tonë.
Do të shkojë Riviera nga Vlora, do të shkojë në edhe për ta mbyllur. Edhe për ta mbyllur, edhe për, domethënë, edhe për Sazanin, frika është që mos të ndërtohet në lagunën, në zonë të mbrojtur, dhe aspekti tjetër është shumë i rëndësishëm është që të ketë një plan zhvillimi që dakord këtë sipërfaqen që do marret, që do ndërtohet për vila, po me pjesën tjetër të ishullit, çfarë do bëhet? A ka një plan zhvillimi se si do jetë zhvillimi afatgjatë? A të ndodhi që duhet të replikojmë ku ta diu në një model të huaj për zhvillimin e komplet ishullit apo jo? Dhe kini parasysh, po ua them me bindje të plot që qytetarët shqiptar, përveç asaj bukurisë që ndoshta mund të sjelli një fluks të huaj, shteti shqiptar nuk përfiton asnjë, se shteti shqiptar do ndërtojë gjithë infrastrukturën mbështetëse, shteti shqiptar do çojë ujë në Sazan e të tjera. Kur vjen puna, benefitet i merr kompania huaj dhe ajo që do shesi ato vila. Që tani kemi filluar të përfitojmë. Çfarë? Vlonjatët, të gjitha apartamentet që i kanë me pamje nga Sazani, thonë, po ndërton Kushneri, e kemi pamje nga ajo mrekullia që do bëjnë Sazan Kushneri, edhe kemi 120 metra, do me të nga 1800 e ke 1950 metra katror. 150 metra katror i ka filluar që tani t'i fitojnë, vetëm nga fjala e dalë. Pra përfitimi është imediat. Çfarë përfitojmë tjetër? Përfitojmë doshta me 10 mijëra turist nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të doli një raport i bankës së Shqipërisë para pak ditësh, që Shqipëria po vuan nga spekulimi në sektorin imobiliar dhe rriti, le të themi për rriti, do me të edhe më prudenciale dhënia kredive. Pra praktikisht, ato shtëpi që thua ti që në Vlorë, 4.000 euro apo 5.000 euro që kanë bajtë në lungomare, nuk janë më hyrje për që i blend ti, apo unë, apo Arbri, apo profesionistët shqiptarë, janë hyrje për të huaj, do me në praktikisht Vlora nuk do bëhet më një qytet për shqiptarë, për qytet për të huaj, po me gjitha të. Pse të mos ketë, edhe 20 metra plazh publik. Ti e di që në Vlorë tani kemi 3 fishin e plazheve publike që kishim vetëm 2 vite më parë? E ke parë besoj? Lungomaren? Jo, nuk e di që shikon ka shumë ndryshime. Jo, nuk shikon ndryshime, se unë lexova, po të kesh parasysh. Po dakor, Fatosi shikon, unë shikoj që nxorri një VKM nga ana e qeverisë për menaxhimin e plazheve publike. Dhe shteti shqiptar thotë që 70% i takon privatit dhe 30% i takon publikut. Edhe ato publiku nuk se ka një specifik, zakonisht aty ku derdhen ujërat e zeza, aty ku nuk e do, kur nuk ka kërkesë privati. Të mrekullueshëm vendin. Të lutem, lërja pak të vlonjatëve të thonë, po kënaqen me plazhet publike aty që është bërë, apo jo? Nuk di kemi që bolë vlonjatë. Klodi, pse nuk i shikon këto zhvillime? Se këto zhvillime, shiko... është një mrekullinje që s'na e shau Kushneri, edhe asina opozita nuk guxon. Në qoftë se ka një aftësi për t'u admiruar kjo qeverisë së bashku me Fatosin. Jo, të lutem mos po Fatosin se kemi me qeverinë. Me qeverinë. Që janë, do me thënë që ka një aftësi vrase për të shitur, le të themi, për të shitur diçka që nuk ekziston, për të treguar një, le të themi, një fabull që është jo ekzistente, dhe Fatosi normalisht si qeveria të... Jo, si ekspert i mrekullueshëm i marketingut ti e di miku im që shitet dhe imazhi. Po pra, po dakor të thashë si... Vetëm nga projekti i Kushnerit, nga Fjalnaja, ti fole më shumë për portin e Durrësit sot. Fole më shumë për portin e